Goca të cilat ju e shikoni në letër sot të nderuar teleshikues, dikur kanë qenë personazhe reale, të veshura me mish, gjak, me karaktere të fuqishme në skenën e teatrit kombëtar. Dhe që një teatr të ekzistojë në themelet e tij duhet të ketë patjetër dramën kombëtare. Teatri kombëtar në vite dhe drama e tij, ky është qëllimi i emisionit që ne do të fillojmë së bashku për të ndjekur së pari Lumin e vdekur, dramën e Jakov Xoxhes, e cila sot mbush 27 vjetorin e premierës së saj. Le të kujtojmë të nderuar teleshikues këto drama që patën zhvillimin më të madh të teatrit kombëtar në vitet 1973 dhe njëkohësisht nëpërmjet dramës kombëtare të kujtojmë ato personazhe të cilët një pjesë e mirë nuk jetojnë më. Se e plot e Lumit të vdekur, janë dhe kostumet e Lumit të vdekur? Të gjitha. Faleminderit. Kemi të bëjmë me një vepër madhore për masave të një dramaturgjie të vërtet, pavarësisht se këtu, siç tham, është një dramë shqipe, por e cila nga niveli funksional dhe nga ana e spektaklit nuk bën as pak më poshtë se veprat madhore që kemi bërë të letërsisë botërore. Interesante është edhe puna me kostumografinë, për arsye se në teatrin kombëtar nuk ishte vënë asnjëherë një shfaqje nga zona e Myzeqes. Nuk kishim asnjë lloj tradite, asnjë lloj gjë nga fondi i garderobës. Më udesh që bashkë më ka ndihmuar shumë aktoria e mirënjohur Marika Kallamata, e cila ishte e asaj zone, së bashku me të kemi shkuar në Myzeqe, kemi shkuar në Institutin e Kulturës Popullore dhe arritëm të krijojmë kostume të cilat nuk ekzistonin as pak në garderobë. Por kishte një gjë që më vjen mirë ta kujtoj, me që kostumet u qepën të reja, edhe ata binin në ndesh pikërisht me atmosferën të një zone fshati të Myzeqes që ka qenë fshati më i varfër, më i humbur i vendit tonë, kur varfëria ishte në kulm. Atëherë këto kostume që ishin të bardha, të reja, tingëllonin në kundërshtim me atmosferën që duhet. Atëherë më desh mua të merr një enë me balt, edhe të gjithë kostumet i kam mbuluar me aq sa u shqetësua dhe drejtoria, po na i prish kostumet, po nuk mundesh që ky spektakël të luash me kostume folklorike. Kështu që atmosfera u kriju më së vërtet, morën një ngjyrë vetë kostumit të baltës Myzeqes. Për kuriozitet do thosha për personazhin e Vitës, nëse zgaboj, vajzës që dashurohet me Adilin kosovarin, nuk gjenim dot një rrobë fustani basme. Edhe për çudi një basme e varur ke rroba qepsit e vjetër, disa vjeçare, pikërisht kjo basme ne u përdor për qepjen e rrobës së saj. Domethënë, u munduam që në këtë shfaqje, u munduam dhe them që e kemi arritur, sepse u bë me shumë pasion, që të sjellësh pikërisht ajo atmosferë, ajo vërtetësi, ai realizëm, sepse teatri ka punuar në një shkollë të vërtetë, në një disiplinë shembullore, mbështetur kryesisht në sistemin e teatrit figurativ, në sistemin e teatrit realist, një teatri i cili nuk i lejon vetes të shkeli mbi profesionin. Domethënë çdo njeri që kontribonte në këtë shfaqje ka kontribuar me dashuri edhe atmosferë profesionaliste. Kështu që pa diskutim hyn në mendimin tim, hyn në shfaqjet më të mira të teatrit, ish teatrit popullor se teatrit kombëtar, një vepër madhore e punuar me dashuri edhe me atmosferë. Dua të theksoj që jo për nostalgji, por për të qenë objektiv. Tani në moshën time në lejohet që të jemi konkret. Po të ishte për një shfaqje tjetër, për të cilën më kem vërejtë, padyshim që do t'i thoja. Nuk i kam për këtë shfaqje. Bile me shumë kënaqësi kujtoj atmosferën e bukur, disiplinën e madhe, se për të vënë lëvizje gjithë këtë masë njerëzish në këtë shfaqje ka qenë një meri pa diskutime e regjizores, e cila ka punuar shfaqje të jashtëzakonisht të bukur.
Mallëkim e mundosi ati që në përmloj zemën, që u përmëllof në kazanin e serës. Kështu të punofshin edhe ty, o Melipej, kështu me që dhe ti, kështu me trast kraut, që ku të vërtu në qëndë, e trotullosh të vjesh, të putët në gjallë një torbës, e të të përndahin kodheret e bukës, e të të janë zagarët, të zënë të mallëkimi nënës. Mallëkim! Alo mi vdekur. Sa mund, aq edhe kënaqësi, aq edhe emocione janë nderdhur në atë vepër. Dhe duhesh i nderdhur, sepse është një vepër klasike. Dhe romanet më të mira që kam lexuar të autorëve tanë, më të mira. Atje ka dramë e fshatarëve shqiptarë. Atje ka vuajtje, atje ka shtypjen, atje ka revoltën. Dhe ka qenë jashtëzakonisht e vështirë të gjitet skenarin, teatr. Dhe më njëherë, kur më vajti në mendje atje ku drejt veçën, atëherë u qetësova. Sepse është një roman që kanë lexuar pothuajse 80% të publikut shqiptar. Dhe nuk ishte e lehtë të vesh një roman të tillë me kaq personazhe edhe kaq voluminoz dhe t'i japish një shfaqje brenda 2 orë që ka qenë me të vërtet një lodhje e jashtëzakonshme, por dhe kam marrë satisfaksion nga satisfaksion jashtëzakonisht madh. Sidomos skena e përmbytjes, imagjino. Ti japish përmbytje në skenën tonë me një teknikë në të kondita, kaq primitive, nuk ishte e lehtë. Atëherë duhet të puna ime. Të caktonja me numra tër lëvizje personazhe që lëvizin në skenë. Edhe me numra të tyre unë komandonja, numri kaq, tytë të tillë të këtej, djatës, majtës, ka prapa, të bëndi këtë lëvizje, atë lëvizje. Ishte përmbytje, ishte kulmi i tragjedisë, kulmi i fatkeqësisë. Dhe aktorët i kam pasur shumë të mirë, aktorët teatrit ka qenë shumë të mirë. Shumë të mirë dhe nuk më kanë shqetësuar. Sigurisht në punën tonë ka edhe fërkime, po janë fërkime për artin. Janë emocione, të shikosh edhe me një kënd vështrim tjetër dhe të bukura, që të bëjnë të jesh më impenjuar në punën tënde, në krijimin tënd. Pastaj me Pilo Shpirakur, me Reshatin, sa simpatik që është e bukur. E simpatik në vetë karakterin ati, në individualitetin e tia. Punonja me të. Punonja, demonstronja, më shikonte me shumë respekt, më digjonte. Vetë vërtetë ishte një rol i jashtëzakonisht i vështirë. Ai mbante peshën e madhe të dramës, të romanit. Pilo Shpiraku ishte një figurë shumë komplekse, jashtëzakonisht komplekse. Figurë me një dramë jashtëzakonisht të madhe shpirtërore. Një fshatar i vuajtur, një fshatar që kishte një barë të madhe, duhet të mbante një familje në ato kushte të mëzëqesa të hershme kur fshatin e mbytnin ujrat, kur Beu kërkonte ato taksat e tije, ku diun dhe ky Pilos ishte i zotit i përballonte. Ndaj del në pa një individualizëm i Pilos,
se shtyn kushtet shoqërore, kushtet ekonomike, gjë që bie në kundërshtim pastaj me një qëndrim tjetër të fshatarëve apo të fshatarëve të tjerë. Pilo Shpiragu ishte afër meje sepse në fundit edhe unë si origjinë fshatar jam, dhe kjo ishte gjë më e mirë që unë jam fshatar, jam dhe punëtor, bëhem edhe intelektual. Intelektualin e kam masë më të lehtë për ta luajtur, sepse jemi intelektual paka shumë kështu në jetë. Po jam edhe fshatar, se ajo origjina ka lënë rrënjët, ai geni aty është. Po edhe punëtorin mund ta bëj, sepse kam qenë dhe punëtor, dhe jam punëtor përsëri. Vështirësia e madhe ishte që duhet kaloj nëpër situata jashtëzakonisht dramatike, dhe kjo vështirësonte jashtëzakonisht punën. I vdes gruaja, i mbytet djali i vllajt, tragjedi mbas tragjedie, dhimbje mbas dhimbje, e këto ishin situata që duhet të kapërceshin në një orë gjysmë apo një orë 40, sa ka qenë kjo dramë, se tani nuk e mbaj mend tamam. E po aktori ndaj dhe është aktor që ditë të ndaj, të diferencoj, e të hapi vlerën çka është më rëndësishme në momentet caktuara dhe për të lënë me një anë të dytësore që s'kan shumë rëndësi. Po këtu sigurisht kanë patur ndihmën e regjizores Drita Golli, që më ka lodhur sigurisht. Po ja di për nderë, se shumë jam lodhur. Ne kemi dhënë jo shumë çfaqje me këtë dramë, sepse ishin ca arsye që ajo u la atëherë, edhe bëra një shqyr që mbeti dhe nuk u dha më, se të thomë dhe drejtën në Lushnjë kemi dhënë 5 shfaqje dhe desh vdiqja. Shumë rol i lodhshëm, jashtëzakonisht i mundimshëm, dhe të mbesoni që kur shkoja në shtëpi mas shfaqjes nuk doja të haja, por doja të pija vetëm ujë. Edhe nuk u gënjej nëse u them që nuk egzagjeroj fare, po të thomë se 2 apo 3 kile në një shfaqje, 2-3 kilogram bia, harxhoja djerës të mëdha shumë, se u vuni një kohë në prag behari dhe vera. Ishte tamam qershor ka qenë, kur u dha premiera, ato teshat e rëndat fshatarit, vetëm kullonin djerës. Megjithatë, unë jam i lumtur bashkë me shokët e mi që kemi lënë një gjë të bukur, ma merr mendje. Një gjë kur tërë shokët, tërë aktorët janë figura të spikatura. Të tërë me radhë, mos përmend emra. Të tërë kanë thënë atë fjalën e tyre të fuqishme. Kanë krijuar figura artistike që vështirëse mund të harrohen. Dhe ju ndaj bëni mirë që brezat ne do ikim. Jeta kështu është, mbyllet ai cikli dhe ne do ikim. Dhe mas 50 vjetësh, nëse kjo do të rrojë si dramë nga ana teknike kështu, do thot populli që pas kemi patur aktorë të mirë. Dhe sinqerisht kam patur fatin e madh që kam luajtur me aktor pesha, me aktor të mëdhej shumë. Në mbytit e gjallë. Korba. Po djemt, ku do t'jenë sonte? O, Pilo! Kushtë rretëve? Jam unë, Jani i Kostë. Hajde se ka një vënd të lundë. Po qasu, mor, Jani, qasu të më nërshndazin si se kemi mirë, mor, tja. Kemi të shumë. Hajde. Alo, Drita. Si je njërë? Zëgjiu, vajzët mirë, mbesat. Marika, faleminderit. Faleminderit, shumë faleminderit. Jam duke parë albumin këtu edhe jam të disa fotografi të lumit të tekur. Dhe ti ke krijuar ama një figurë. Në Zot, akoma e mbaj mend. Të kam të gjallë kështu. Të dyshit të mrekullueshëm. Po ti për këta gjëra nuk ta kalon njeri. Si i krijon ato, si i vesheshe, si i rregulloheshe, si flete. Seriozisht ke qenë një i ka dhënë një notë shumë simpatike spektaklit. Në atë dramë të madhe, në atë tragjedi të lumit të vdekur. Edhe si kanë qeshur spektatorët. Pa.
Edhe unë të falenderoj për punën që ke bërë. Përsa ti? Që faqe e bukur. Ti si regjizore ke punuar bukur. Gimi si skenograf. Interpretimi aktorëve, karakteret të gjithë. Faleminderit. Hajde sukseset të tjera. Mirë, me shëndet. Gëzoj. E mirë pafshim. Faleminderit. A maskarenta, ja më ja. Vetëm bytet prifti njerë, thonë ata, pa e kapit prap nga mjekra dhe e nxjerrin për jashtë. Ja, që talë me mua sonda ata me treshe. Mirë mua mëj, po, ty nga do të kapin. Në tërë muj nuk ka arruar që të mbushin boqet me plaçka. Edhe ngarkohet me boqe, edhe kur vjen aty në kish, të gjithë kanë ardhur me rrobat e trupit, të shplojnë kokën që ka boqet në dorë dhe çadrën. Edhe të gjithë tjeshin po përftresha ose ka marrë gjithë ato, edhe unë i përgjigjem. Nuk i kemi të vjedhur, e kemi tonat. Edhe të meri është pasaj ajo të meri, jo, po në me thënë kur njështë, se kur vjen varka, du të pagush leka, këta tjerë s'kishin, prifti pagoj, edhe varka ishte, që i thimin e kaike aty në të voglat, edhe i ra boqja, dhe u lirim ata sa i ra boqja. A i të shpëtojmë kokën në ra boqja. Plus ajo skena që është në majtë qatis, që një zgjidhje shumë e bukur dhe nga regjia edhe nga vetë skenografi që ka zgjidhur ashtu në majtë qatis. Edhe kur vinë me varka që të shpëtojnë, edhe unë them, Jani, hajde! A i s'na i varë, se shkon të shpëtoj tjerë, në mustatje për që i kozit, nuk në mori. Sa jo, në gjitha këto që doli një tip shumë interesante. Edhe këto e kërë e pa Jakovi, më kujton të priftreshëm dhe nuk di të fshatit. Nuk sa se njësha të priftreshëm, po kisha tipat të tjera që kisha akumuluar edhe më kryua një roli kënë shumë i mirë. Unë partnere aty kam patur Marika Kalamata. Marika Kalamata ka qenë me shoqë. Edhe u kryua ajo së bashku me mua se në mire që vesh në lopta në qikës edhe më tepër nga tjere. Për vetë faktin sepse Marika nga Pjeri edhe unë nga Dushja aty apër, me gjithse nga rejnë e pshatarve ne kemi nga Shkjera ku i Beratit. Edhe shumë që neve filluam të merreshim vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Marika krijoi një tip interesant. Edhe shumë krijoi një tip interesant. Kur ndodhen në ato skenat, për shumë që ndodhet për mbysje e njerëve të tjetër e gjitha. Ajo është që vijet pas me njërë tjetër në gjitha. U kryua një shtjellim i bukur. Kanë qenë shumë aktor. Nuk mund të them për shumë se kjo ka qenë me i mirë, kjo ka qenë me shumë. Po ka pasur aktorë të mirë. Regjisorët nuk dallonin kohën e punës me kohën e jeshtë pune, me njëri tjetrin. Ti trimëria e shpiragajve, që sot u ka të ndisëm të marri maratinë, pa plang dhe pa shtëpi. Kujtoj që ato temat e muzikës ishin të tilla që kishin edhe preokupime dhe atë frymën e natyrës muzikës Shqipërisë së Mesme, muzikare me ato tingut e jonet e saj, me ladet e me... Por kishte më shumë
kishte marrë një karakter më përgjithshëm, se në fundit Jakovi e kishte shkruar tamam me një subjekt marrë në ngjarjet që zhvillonte në Myzeqe, por ato rezononin në tërë botën shqiptare. Nga kjo pikpamje, muzika më duket se i përmbush këtë karakter përgjithësues të vlerësimit. Gjithashtu më kujtoj shumë me shumë dashuri dhe respekt punën shumë të mirë të Drita Gollit, punën e piktorit Agim Zajmi, dhe të gjithë aktorët pastaj që kalonin që ishin njëri me shkërtim se sa tjetër dhe njëri më i veçantë se sa tjetër. Dhe më vjen keq që ne i kujtojmë dhe nuk kemi gjëra kaq të mëdha, kaq të bukura dhe kaq dimensionale, sa që ishte kjo, sepse kjo ishte një dramë me dimensione të mëdha. I dëgjuat vetë, se cili nga ta u mundua të sjellë copëza kujtimesh dhe ju e patë se me sa vështirësi, dashuri, mund e mbi të gjitha pasion të ndërtuar dramën Lumi i Vdekur, dramë të cilët ua kanë dhuruar ju të nderuar teleshikues.